Tani ne nuk e di me kë mund të jetë marrë vesh zoti Kurti, për sa i përket familjes Jashari, por sa e zgjidhet presidenti, gjithmonë emrat e kësaj familje futen në qarkullim, nuk mund ta them me vërtetësi. Ndërkohë, kështu që është mbetet çështje e hapur. Ndërkohë, zhvillime interesante janë pritur për sa i takon LDK-s. U fol ditë më parë që Lumir Abdigjiku, kryetari i saj, ka ofruar dorëheqjen, por në kuvendin e 31 janarit me të gjitha gjasat pret një rivotbesim për të qenë sërish kryetar i LDK-s, edhe pse pësoi këtë rezultat katastrofik partia tradicionale me vjetra e Kosovës, siç është LDK-ja. Po, është vërtet, LDK-ja gjendet në një krizë pas humbjes që pësoi, sepse humbi shumë vota, jo vetëm në përqindje, po humbi në numrin e votave, pra ka pasur rrjedhje të votave, rreth 25% të votave, krahasuar me zgjedhjet e nënshkurtit, dhe zoti Abdigjiku ka ofruar dorëheqjen natën e zgjedhjeve, por si duket të shpenduar pastaj, sepse nuk e dha dorëheqje të parevokueshme dhe tani kërkon që po lëbon si duket që ta votoj kuvendi, megjithëse kam përshtypjen që do të jetë shumë e vështirë pasi zërat kundër brenda partisë politike, LDK-s janë shumë të fuqishëm dhe nuk është e vështirë, domethënë që edhe nëse zgjidhet në kuvend do të jetë vështirë ta mbaj, pasi ka pak kënaqësi të jashtëzakonshme. LDK-ja pësoi këtë fiasko në zgjedhje për mendimin tim për shkak të pozicionit as me qeverinë as me opozitën në zgjedhjet e kaluara, pra në këtë krizën parlamentare nuk pozicionua qartë se me kë duhet të shkojë dhe sigurisht që kjo kthye pastaj në një ndëshkim zgjedhor. Përveç edhe faktorëve të tjerë, sepse pozicioni pa përcaktuar ishte goxha problematik, ishte ndëshkues. Kështu që prandaj dhe erdhi braktisja, për mendimin tim kjo është arsyeja kryesore, braktisja nga ana e votuesve. Nga ana tjetër është një parti që për shkak të humbjes së leadershipit në të shkuarën, nuk arrin të zotit Rugova, nuk arritur asnjëherë si thua të gjejë një lider të fuqishëm që do ta çonte përpara. Por sigurisht edhe brezat kanë ndërruar, edhe qëllimi i një lëvizje, siç ka qenë LDK-ja, ka ndryshuar, domethënë i ka arritur ato qëllimet parsore për të cilat është krijuar dhe transformimi i një lëvizje horizontale, siç ka qenë Lidhja Demokratike, pra mbar popullore, në një subjekt politik që ka hierarki, që është vertikale, që ka rregulla, është pak më ndryshe, pra domethënë që ka një program të caktuar që duhet konkurrojë sidomos me subjektet politike ku vetvendosja në vazhdimsi ja kryen elektoratin. Nuk mendoj që ka ndodhur plotësisht ky procesi i transformimit, prandaj ka pasur vazhdimisht rrjedhje dhe ndarje të vazhdueshme. Tani problemin kryesor ka në lidhje me vetvendosjen, e cila pas ndarjes që bëri zonja Osmani, një pjesë e elektoratit ka shkuar atje dhe i thon vetës pasues të Rugovës, pavarësisht domethënë që janë të djathtë, kanë kaluar në një subjekt të majtë, siç është lëvizja e vetvendosje, dhe për shkak të armiqësive dhe me PDK-n, domethënë ka dy blloqe të fuqishme brenda këtij subjekti që realisht po rezultojnë me rrjedhje të vazhdueshme të elektoratit drejt vetvendosjes. Një rrezik i një ndarjeje tjetër nëse Abdigjiku qëndron sërish në krye të LDK-s apo boll është ndarë deri më sot? Mund të ndodh, sepse ka shumë pakënaqësi dhe përçarje dhe mendoj që LDK-si duhet një figurë që i bashkon të gjithë të pakënaqurit, të gjitha grupacionet, dhe të zoti Abdigjiku është i pozicionuar dhe në grupin e tij është munduar të bëjë disa reforma me njerëz të cilët i ka marrë në parti, por që nuk janë, si me thënë, ADN-ja e LDK-s, dhe si duket ka krijuar edhe reaksion, edhe për faktin që nuk ka arritur që të jetë fitues në këto zgjedhje, dhe mendoj që po mund të ketë largime, mund të ketë ndarje, nëse ai do të vijë sërish në krye, sepse konsiderohet shumë i afërt me vetvendosjen nga një pjesë e mirë e publikut, e votuesve, dhe kur është puna pastaj për të zgjedhur, sigurisht që votuesit shkojnë tek subjekti që ka më shumë fuqi politike apo ja.
E vërtet. Kështu që prandaj edhe të ndodh kjo. E vërtet. Zhvillimet të paparashikueshme ishin këto që nisën me rinumërimin e votave në Kosovë, por interesante do t'jenë edhe ato se ç'do ndodhi në LDK, por edhe me presidentin.